Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Okay. Mirë se na erdhe. Mirë mbrëma. Ç'kemi si e? Mirë, si një djeri që supozoj duhet të pushoja, por nuk pushova prap. Si e ti? Zakonisht persona që kanë shumë ide dhe që janë shumë aktiv, domethënë kanë të vështirë të gjejnë kohë për të qetësuar. Dhe ma mendja që ti je pjesë e tyre. Entrepreneurship nuk është një nga ato punët që mbyll 8-5, do flas pak do pjesë më vonë, është komplet ndryshe. Është nga ato punët që të rimendje aty, domethënë tani e kuptoj kur thonë të del në ëndër zgjidhja. Jo, është për mendimin tim gjithsesi është më e mirë të dali në ëndër zgjidhja se sa mos të dali fare dhe pastaj të ankohesh pse të ndoli zgjidhja, kështu që. Jam totalisht dakord. Ti si je? Mirë, faleminderit shqyr, edhe gëzohem që më në fund ja dolëm se gjithë ato herë ngatëruam edhe. E vërtet, më në fund. Jo, kanë qenë disa javë kaotike në fakt, sepse unë për momentin kam kaluar full-time freelancer, mendova që do isha shumë e zonja në menaxhimi, por ka vështirësitë e veta. Menaxhimi kohës domethënë kërkon e kam hasur edhe tek vetja edhe pse nuk jam freelancer komplet, domethënë po janë disa gjëra të vogla që i bër freelancing edhe prapë menaxhimi kohës është goxha e vështirë, madje edhe për podcastin ndonjëherë nga që edhe personat e ndryshëm kanë orare të ndryshme dhe nuk na përshtaten dhe është vërtet ndonjëherë shumë e vështirë të përputhesh. Mirë, Egla, unë jam shumë e lumtur dhe faleminderit për ftesën. Të lutem, kënaqësia është e imja dhe do jetë e imja dhe do jetë edhe e dëgjuesve edhe e shikuesve kur ta shohin. Edhe për këta të fundit të prezantohesh pak kush je, çfarë bën, nëse ka njerëz që nuk të njohin. Po, duhet të ketë njerëz që nuk më njohin akoma. Pavarësisht se po më njohin goxha. E shikoj rrugës që po më njohin goxha njerëz. Ndjesta ta mbyll pak se pas. S'ka problem. Atëherë, quhem Egla Shkurta, gjatë e kam Englantina, po duke qenë se në rrjetë u njoha Egla dhe bëhet e vështirë për edhe për të mbajtur mend, vazhdoj të quaj veten Egla Shkurta dhe njerëzit kështu më njohin. Kam lindur në Sarand. Në moshën 12 vjeçare kam ardhur në Tiranë, kam vazhduar studimet, gjimnazin. Shkollën e parë ka qenë shkolla kimi ushqimore. Nuk e kisha fare pasion, thjesht në atë kohë sistemi ka qenë që ti aplikoje me pikët që merje të dilte një shkollë dhe ajo më doli dhe si kryeneçe që isha, sepse doja të tregoja gjithëve që ja dal dhe vleje dhe mund t'ja dal, e përfundova një shkollë që nuk më pëlqente fare. Por nuk e mbylla këtu, thash duhet mbaroj atë një shkollë të dytë dhe i me më ka punuar në shëndetësi dhe sugjerimi i saj ishte që vazhdoja farmaci. Kështu vazhdova dhe farmacin. 2 fakultete që Më bën çudi se unë të njoh në këtë prizëm, unë të njoh në prizin si një goxha content, po digital marketing në një nivel goxha të lartë, domethënë, ose relativisht lartë me ai sa njoh unë dhe nuk e prisja fare as farmacin as biokimin ose kimin ushqimore më të. Jeta është e çuditshme dhe mendoj që jam nga ato shembuj që do t'i ndihmoj brezin tani që të zgjedhin të bëjnë gjërat e duhura, pavarësisht se mua më ka vlerëtur gjithë eksperienca që kam marrë në të dy formimet, domethënë më parëshme. Unë pasi përfundova studimet, pa përfunduar ende studimet, isha etur për punë, isha etur për të punuar në marketing dhe punova në marketing farmaceutik në kompani të ndryshme, kompani multinacionale, shqiptare. Nuk e dija kam thënë për ndonjë intervistë tjetër, po jam nga ata njerëzit që më kanë hequr disa herë nga puna. Jo domosdoshmërisht që negative. Zakonisht njerëzit që hiqen nga puna, domethënë un kam disa eksperjenca edhe të mia, po edhe të miqve të mi rreth meje që zakonisht hiqen dhe njerëz nga puna sepse kanë shumë ide që duan t'i provojnë dhe thjesht po ndën se nuk do që t'ia japi atë hapësirën e duhur. Kur e kthej mbrapa në kohë veten edhe studioj të gjitha ato që ka ndodhur, pa diskutim që mua më ka vlerëtur se nga çdo punë që hiqesha, paga ime rritej në punën pasardhëse. Domethënë unë nuk e shikoja veten si humse dhe mendoj që ka të bëjë shumë me mënyrën si e shikon ti veten. Se nëse dikush e merr si dështim të madh heqjen nga një punë,
do t'i prish i punë vetes, mendoj unë. Dhe mua më ka ndihmuar ai fakt sepse sa herë ndodhte kjo unë përmirësohesha, shikoja çfarë duhet të përmirësoja te vetja, kush ishin për zgjidhja, isha në kushtet ku unë për zgjidhja se ku do punoja. Kam marrë një eksperiencë shumë të mirë në kompanitë farmaceutike. Sidomos në ato multinacionale, sepse mësova dhe frymën e të punuarit në ekip, trajnimet. Yes, se më duk se... Jo, s'ka problem. Thjesht doja të për ka shumë persona me tyre dhe unë domethënë që mundohen ta kuptoj marketingun në një ose ta kuptoj në komplet, domethënë në gjithësi dhe ndonjëherë është pak e vështirë edhe nëse ke ndonjë si të themi definicion të përcaktuar se çfarë është marketingu si fenomen ose si profesion dhe çfarë bën marketingu, çfarë shërbime ofron. Tani të flas për marketingun në përgjithësi, definicioni që do ishte më i thjeshtuar janë metoda të cilat marketuesit i përdorin për të evidentuar cilësitë e produkteve apo shërbimeve që duan të shesin. Tani marketingu që bëj unë është marketing digital, domethënë digital marketing. Nuk ndryshon shumë nga marketingu, se pak a shumë të njëjtat metoda janë, e vetmja gjë që ndryshon janë kanalet e komunikimit. Nëse më parë kanalet e komunikimit më të njohura ishin televizioni, YouTube, se ka qenë më herët i njohur. Më vonë me kalimin e kohës ne kemi parë që kanalet e komunikimit që përdoren më shpesh janë dhe rrjetet sociale, sepse ne e kemi gjithë ditën këtë mjeti në dorë. Dhe ne marketuesit kam shpëtim nga ajo. Nuk e di atë ndos ty, po mos të kem telefonin afër, kam një kështu marrje fryme, domethënë. Edhe kjo ndodh për të gjithë njerëzit, e ne tani çfarë po bën gjithë botat, gjithë kompanitë, po bëjnë këtë që janë afruar njerëzve në telefonat e tyre me të gjitha metodat. E shohim kudo, domethënë, sa kuptojnë pjesa e marketingut është gjithë këto adsat, gjithë këto reklama që ne shohim, domethënë janë në lidhje të drejtë për drejtë me marketingun, me këto analizën e datave dhe si kategorizohen klientët e tjerë që je gjatë gjithë kohës i përballur me reklama të ndryshme që ndonjëherë janë të drejtë për drejtë për interesat e tua që i ke kërkuar me ndonjë makineri kërkimi si Google apo të tjera, apo edhe ndonjëherë që s'ke kërkuar fare. Edhe ato që ke folur. Që kalojmë çik te teoria konspirative, pastaj që edhe kur nuk i kërkon, po thjesht i flet edhe të dalin në reklamë. Nuk është as konspirative, sepse praktikisht ka jo kompjutere, ka programe të cilat praktikisht na dëgjojnë gjatë gjithë kohës. Ne ndoshta jemi të rëmbur në fillimet tona se tani po na përgjojnë për çdo gjë, sidomos mosha e tretë kur shikonin që i dilte një reklam, një ads i lidhur me diçka që mendonin, panikoseshin dhe me të drejtë, sepse imagjino se si të duket që të dëgjojnë gjatë gjithë kohës. Por jo se unë jam në marketing, jo se punoj në këtë fushë, por ç'është e vërteta neve na ka lehtësuar shumë jetën ky zhvillimi që ka ndodhur. Domethënë ti nuk e shikon as pak negative këtë pjesën e dëgjimit të gjithë kohës për të rimit marketingu. Po pse të jetë negative? Domethënë përveç faktit që ti e zgjedh se çfarë shikon. Ti e zgjedh se sa orë kalon në telefonin tënd apo në kompjuterin tënd. Kështu që unë mendoj mund të kontrollohet. Sigurisht fëmijët janë ata që janë më të prekurit, tek fëmijët duhet një kujdes i veçantë, për ata sigurisht që mendoj duhet të ketë një kujdes të veçantë, ndërsa ne që jemi të rritur le të marrim vetëm pjesët pozitive. Mund ta përdorësh telefonin, mund ta përdorësh kompjuterin tënd për të zhvilluar. Ne më parë kishim mungesë informacioni të theksuar, domethënë kur kujtoj veten time vite më parë, nuk dinim as të kërkonim. Mbaj mend një pedagoge në fakultetin e farmacisë, na thoshte ju s'dini të googloni. Nuk dini të kërkoni. Merrnim librin, atë temën që kishim, studionim atë dhe domethënë nuk e hapnim fare horizontin. Dhe kjo është e vërtetë, se kush na mëson dhe ne. Edhe vetë, domethënë nuk e kishim. Mirë, tani ka ndryshuar dhe shumë, nuk e di se sa vite keti që e ke mbaruar fakultetin, po tani po vinë dhe brezat që nuk japin librat fare, po vetëm googlojnë. Që po, edhe ajo është, po s'bëjnë keq me thënë të drejtën se të shikosh se si është kurrikula e studentëve në Shqipëri, vazhdon të jetë një përkthim skandaloz që ata më mirë do ta kuptojnë në anglisht. Po, jemi dhe i brezi që jemi mësuar, në fakt në anglisht edhe jemi të rrahur nga çdo anë, si nga muzika, showbizi, filma, seriale, etj. E konsumojmë. Që tani Google Translate është bërë në një nivel shumë të mirë, kështu që shumë mirë do të marrim. Po, gjithsesi. Tani, po të flas për veten time, unë jam një person që kalova në digital marketing
pa marrë një diplom të mirëfillt, domethënë nuk është se kam një diplom si ato të dyja që i kam të ngjitura në mur. Jam duke u trajnuar çdo ditë, trajnime pafund çdo ditë. Dhe nga i marr këto trajnime kryesisht online. Sigurisht marrë trajnime, kam marrë trajnime fizike për leadershipin, për administrim biznes, në fusha të ndryshme, sepse në gjithë këto vite unë isha duke kërkuar një gjë ku ndihesha unë plotësisht vetja dhe ku mund të jepja maksimumin. Por nuk është më vetëm kjo pjesa e shkollimit, jo se kam gjë kundra shkollimit, që të kuptohemi. Jam vetëm, domethënë dëshiroj që në të ardhmen të rinjt të shikojnë çfarë i bën të lumtur, ta bëjnë profesion. Do të thënë mos të bëjnë të njëjtin gabim ose mbase jo gabim, po të njëjtat zgjedhje, do të thënë vetëm e vetëm t'i provojnë dikujt diçka, po thjesht të fokusohen, të mundohen të gjejnë atë që duan, domethënë. Po. Mendoj që brezat prap kanë ndryshuar, sepse prindrit tani janë shumë të kujdesshëm me fëmijët e tyre, por nuk humbim asgjë që të japim këshilla të tilla, sidomos ne që e kemi kaluar këtë eksperiencë. Në profesionet e mëparshme, domethënë për të cilat ke bërë fakultetin, ke punuar? 3 ditë kam punuar si farmaciste. Domethënë kam bërë pjesën e praktikës dhe kam punuar vetëm 3 ditë si farmaciste. Domethënë nuk ta shpjegoj dot, nuk e gjeja veten fare. U futa në punë, ditën e tretë. Pa dashur të ofendoj farmacistët, domethënë duket një punë në fakt që nuk ka atë lloj vitalitetin që ti si person që unë të njoh, domethënë vetëm me anë të materialit tënd online, nuk ma mendja se asnjë farmaci në të gjithë botën do të përmbushte ndonjëherë atë që ta kërkon. Vetëm një gjë që do mund të më përmbushte ishte pjesa e dermakozmetikës, por që unë nuk u fokusova kurrë në atë drejtim. Edhe ka ishte thjesht pastaj shiko, rrugtimin e kam lënë kështu të lirshëm në sensin që vazhdoja punën që bëja, sa unë bëja marketing, domethënë ishte marketing person to person dhe person to business. Edhe e kam shijuar shumë atë pjesë, vetëm se terreni ishte shumë i lotshëm edhe kushtet u bën pastaj të pamjaftueshme për mua, sepse ndërkohë që gjërat avancojnë, në kohën kur fillova unë, ishte një nga profesionet medical representative quhej. Ishte një nga profesionet më të paguar se sa farmaciste dhe isha kënaqur. Domethënë, atë që unë dëshiroja e kam marrë në gjithë këto vite. Me kalimin e kohës, pastaj rriten kërkesat ndaj vetes edhe mbi të gjitha pash që kjo gjëja që bëj funksionon dhe unë e bëj më së miri, kështu që pse jo. Mora një guxim, nuk e di se si do shkoj, but jam e lumtur që e mora. Do me thënë tani gjendesh në një pjesë të jetës ku ti je full time e dedikuar marketingut, do me thënë një digital marketer. Po si shkojnë gjërat? Atë po bëj. Tani filloi një fazë tjetër me sfida të reja. Po është e bukur sepse ngrihem në mëngjes dhe nuk e di fare se çfarë do ndodhi, përveç faktit të detyrave që kam të ditës. Kam kontakte me klientë të rinj gjatë gjithë kohës. Ajo që vëre shpesh është mungesa e informacionit. Edhe dëshira për të marrë rezultate shpejt dhe pa paguar mjaftueshëm. Gjë që në Shqipëri ndihet shumë sepse ndoshta dhe të ardhurat jeta është pak më e vështirë, por nuk më demoralizon kjo pjesë, e di që si çdo gjë e re, le të themi se është paksa e re në Shqipëri. Unë jam nga pionerët, jemi domethënë ne brezi im dhe kush është futur dhe pak më parë, jemi pionerët e digital marketing, kështu që ne do ta bëjmë më të lehtë ndoshta për brezin që po vjen më mbrapa. Mendon se ka të bëjë edhe me kulturën kjo pjesa që ne duam tani, e duam të gjithën edhe duam mundësisht pa lek fare. Nuk kemi vetëm ne, se edhe klientët e huaj pak a shumë duan rezultate, por thjesht janë më të kuptueshëm sepse ndoshta kanë më shumë informacione, kanë provuar dhe ata e delegojnë si detyrë, ndërkohë që këtu mua shpesh më ndodh që nuk e kanë fare informacionin edhe nuk e kuptojnë se si funksionon kjo pjesa e rezultateve në marketing. Nuk e kuptojnë për shembull çfarë është brandimi, nuk e kuptojnë se çfarë është të kesh rezultate në long term, jo vetëm në rezultate të shpejta. Dhe në këtë pjesë pastaj më nevojitet që të shpenzoj goxha kohë duke shpjeguar këtë gjë. Është pak e lodhshme, bëhet pak e lodhshme, po mendoj se çdo profesion ka vështirësitë e veta edhe ky. Po nuk diskutoj, thjesht janë nga kategorizohet të pjesa e profesioneve që ke të bësh me persona në përditshmërinë tënde. Çdo ditë duke u marrë me njerëz, domethënë. Unë mendova që do punoja vetëm online, por ç'është e vërteta nuk po ndodh kështu.
Po shiko, se edhe online me deri diku me njerëz direkt është ndryshe për shembull si nga të marrë një shembull një konstruktor, për shembull që ulet në zyrën e vet dhe bën llogari dhe ka vetëm kompjuterin përpara dhe asnjë person tjetër. Domethënë normalisht edhe online do komunikosh me persona je duke marr një feedback shumë herë më të shpejt. Digital marketing feedbacku që ju merr një shumë herë më i shpejt se sa një feedback që marr unë për shembull në fushën time si inxhinier që duhet të ndërtohet gjëja, të kaloj ato fazat, të futen atje dhe pastaj e marr feedbackun kanë kaluar 6 muaj, domethënë. Është e vërtetë, jo feedbacku është shumë më i shpejt. Prandaj rrjetet sociale, kanalet e komunikimit social janë shumë të mira për biznese sepse arrin të kenë një kontakt shumë të drejtë për drejtë, si në rastin tim, se dhe unë biznes jam. Domethënë dhe unë kam kontaktin shumë të drejtë për drejtë dhe e marr feedbackun menjëherë. Dhe kjo është mrekulli sepse në kohët më parë feedbacku ishte shumë i vështirë për të marrë, sa të bëj anketime dhe hajde të mbledhja anketimet. Nuk ishte të dhëna. Praktikisht akoma Shqipëria nuk ka shumë të dhëna për online-in, përveç këtyre rrjeteve sociale, ende jemi kështu një treg çuditshëm. Jemi akoma çik Wild West. Nuk e di. jemi kështu siç jemi, nuk di ti vë emër. Jemi kështu siç jemi shqiptar, jemi one of a kind. Në çështë do përkuzoj me 2-3 fjali, domethënë, çfarë është ajo që bën ti e thën me moll për ata persona që nuk janë në digital marketing, domethënë, çfarë është ajo që ti bën në përditshmërinë tënde? Zgjohet tek në mëngjes dhe fillon punën. Çfarë bën ti? Do them një herë se çfarë bëj në përgjithësi se çfarë mbuloj, domethënë unë jam mentore e rrjeteve sociale, trajnere, bëj shpesh herë trajnime online ose live, si trajnimi që do zhvilloj së shpejti në datën 11, dhe gjithashtu menaxhoj llogari dhe llogari në rrjetet sociale të bizneseve, time dhe të bizneseve. Pra nëse do shpjegoj pastaj ditën time, fillon që në mëngjes me tasket që kam lënë pa përfunduar ditën më parë. Mund të kem një takim ose content creation, vazhdoj me atë, kthehem përsëri në zyrën time se në shtëpi jam duke punuar tani, kam një mini office të ndërtuar në shtëpi. Vazhdoj me këto. Mund të kem përsëri ndonjë call për të mbyllur nga mentorimet, mbasdite, dhe pjesa tjetër ngelet studim, ndonjë planifikim për të nesërmen, por orët janë shumë të zgjatura. Mendova që do punoja të tash 8-5, po domethënë ose hajde deri në orën 6-7, por jo, orët janë shumë të zgjatura sepse ka shumë dinamika, çdo gjë ndryshon. Klientët pastaj kanë ato kërkesat e tyre që ndryshojnë në varësi të nevojave që kanë për momentin dhe duhet të reagosh menjëherë, edhe kështu zgjatet dita. Përse nuk e ndjen ai shumë sa do ta ndjejnë nëse do ishte punësuar diku, domethënë, që të kishe dikë mbi kokë, që të kishe një gjë precize për të bërë. Jam fiks njeriu për ta bërë krahasimin, sepse unë për gati 6-7 muaj e bëra këtë gjë, gati një vit e bëra këtë gjë duke qenë në një punë tjetër. Sigurisht që ndjesia që ke kur ti bën punën tënde, kur je your own boss, është shumë e lezetshme, por përgjegjësia është e madhe. Domethënë, është feshorja gjithmonë rri në mes, e kupton? Sido që të jetë ti ke përgjegjësinë shumë të lartë në momentin që merr gjëra përsipër. Por unë kam pasion. Unë kam shumë pasion. Dhe njerëzit që kanë pasion nuk e ndjejnë, domethënë pjesën e lodhjes në këtë fushë. Domethënë si stojnë të vjetrit, domethënë më mirë kështu se sa ashtu. Më mirë kështu se ashtu. Jo, unë besoj domethënë që unë pjesërisht bëj gjëra që janë direkt produkti im për veten time, domethënë në shumicën e kohës jam i punësuar në kohë plot, por që normalisht këto gjërat e vogla, edhe pse janë goxha të vogla në krahasim me materialin ose me volumin e punës që unë kam punë gjithmonë të bëjnë të ndjen shumë herë më mirë, domethënë për një arsye shumë çuditshme. Më pëlqen të jem pjesë e grupeve, më ka pëlqyer gjithmonë. Edhe të jem pjesë e grupeve, mjafton që të ketë një frym të mirë. Arsyet për shkak pse mund të jem larguar nga ndonjë punë ka qenë që nuk më është përshtatur filozofia, dhe është okay, nuk qëndroj aty, por më pëlqen të punoj me njerëz. Është shumë interesante normalisht. Domethënë njeriu ka ardhur që të socializohet, se përndryshe do ishim bërë but, do ishim larguar të gjithë dhe meditonim gjithë ditën. Normalisht. Si është tregu i punës, Egla? Domethënë si është kërkesa në Shqipëri, si është infrastruktura? Shiko, kërkesë ka shumë. E vetmja gjë që unë has është kjo pjesa e pagesave që të gjithëve ju duket shumë e çuditshme sepse ka dhe të rinj që ofrojnë me pagesa shumë të ulta për të mësuar.
Dhe ata ndoshta duan që të provojnë me atë lloj pagese, por mua është okay, them okay, provoje në një moment të dytë kur e shikoj që nuk funksionon, text me ose më kontakto. Këto ka vështirësi, treg ka pafund, domethënë unë kur i futem tani kur shikoj bëj një studim për ndonjë biznes të ri që më ka ardhur dhe shikoj kompetitorët, gjej tek ata gjëra për të përmirësuar dhe them as sikur ta merja në dorë. Ta rregulloja, treg ka, por është kjo pjesa domethënë e rrëmujës së momentit, që mendoj me kalimin e kohës do marrë drejtimin e vet. Do ta kuptojnë gjithë secili prej tyre se sa nevojë, domethënë kur të japin rëndësi kohës së tyre, do e delegojnë edhe besoj do jetë okay. E kuptoj. Normalisht gjithmonë kur ka treg pune kërkohet edhe një sasi e përcaktuar punëtorë, që më sa kuptoj unë domethënë nuk më hamendja se ka mjaftueshëm digital marketing në Shqipëri domethënë. Në fakt po trajnohen shumë, po mësojnë shumë dhe mirë bëjnë. Ka digital marketer janë shtuar, domethënë se është përdorur edhe si shprehje dhe nuk dua ta përdor tamam termin, po jemi shtuar shumë dhe mirë bëjmë, sepse ku e dëgjova një ditë nga një vajzë marketuese dhe ajo i kishte bërë përshtypje fakti që dikush i thoshte jeni shtuar shumë ju vajzat se kryesisht janë vajzat e social media, domethënë menaxherët e rrjeteve sociale, po unë ku kujtoj veten time ose edhe tani, profesionet më të ndjekura, unë për shembull në fakultet, në klas kisha në grupin tim, kisha 120 student. Le të themi që 120 dilnin në vit nga farmacia. E kupton se sa farmacist ka, domethënë, a kemi nevojë për aq shumë farmacist? Fjala bie se Asnjëherë. A kemi nevojë për aq shumë ekonomist? Ne nuk kemi punëtor të gjërave, nuk e di, hidraulik, shërbime që kemi shumë nevojë. Jo, u bë vite që nuk kemi hidraulik. Kemi hequr rëndësinë punës. Neve edhe unë vet, jo ne, edhe unë vet e mendoja veten time përpara se të shkëputesha nga puna, po dëgjoj po statusi që ke kur je i punësuar, domethënë realisht edhe brenda meje më ndikon te ky fakti që se kemë atë statusin. Who cares, domethënë çfarë rëndësie ka. Kur do vi ajo ditë që ne të bëhemi si pjesa amerikanëve, se në këtë pjesë ata vërtet që duhen vlerësuar, ku ata edhe partnerin, edhe shokun, edhe nuk e di, miqtë e tyre, nuk i zgjedhin në varësi të profesionit. Neve dhe kafe ti pim vetëm me njerëzit e fushës tonë. Mamën, kjo është si ta themi, është një lloj dokurie që ndodh zakonisht në vendet që janë deri diku të prapambetura, që kanë pak varfëri, domethënë edhe normalisht që janë ato gjykime, paragjykime, dhe jo vetëm se ata që janë të shkolluar nuk dalin me qef me punëtorë, po edhe punëtorët thonë që jo, nuk dalin me ata. Domethënë është nga të gjitha anët është një lloj ambienti inflamator, domethënë që i ndan pak nga njëri tjetri, që s'duhet të jetë në fakt, sepse nuk është se funksionon në vendet që kanë ecur përpara, siç ti e përmende, por jo vetëm njerëzit takohen në bazë të vlerave humane në radhë parë dhe pastaj më vonë interesave të pastë që janë hobi. Komunitetet që ne do qëndrojmë janë komunitete që jemi në të njëjtat fusha, pa diskutim, por kjo pjesa e gjykimit që përmende është goxha e theksuar. Unë ndoshta nuk e ndjej shumë se jam që ke shkëputur në sensin që bëj punën time, takoj njerëzit që janë në fushën time dhe nuk e ndjej shumë më tani, po më parë shikoja shumë prezent. Dhe imagjino të kisha unë frikën e të pasurit statusin e të qenurit në punë, imagjino se si duhet të jetë për dikë që nuk e ka as informacionin, domethënë është gjëno. Të vjen keq. Normalisht është e frikshme sepse jo vetëm që krijohet ky lloj izolimi, domethënë që mund të jesh vetëm për hobi, po krijohet edhe një lloj izolimi për eksperiencat më vonshme, domethënë sepse këto lidhjet ndër fushat, domethënë profesionet të ndryshme, në të ndryshme janë një pjesë e madhe që çojnë edhe në një upgrade ose një update të punës së njërit, nëse një person ka një profesion caktuar që si në rastin e fakultetit nuk është shumë i kënaqur, njefti këtë tjetër që nuk ka lidhje fare, por që ai pëlqen dhe mund të zbuloj shumë gjëra interesante nga vetja dhe normalisht duhet të rish me të gjithë, domethënë, duhet të përzihesh me çdo kënd sepse gjithë secili ka diçka për të ofruar. Pavarësisht se tingëllon ndonjëherë shumë budiste, shumë fjalë librash, por që është e vërtetë që duhet të përzihesh me shumë njerëz. Po fjalët e librave janë okay, domethënë ka shumë dije aty brenda. Vërtet që secili nga ne ka diçka për të ofruar, qoftë mirë apo të keqe. Nëse ka një gjë që unë kam mësuar nga rrugtimi im tani është të duash dështimin. E vështirë për ta bërë,
Është vështirë për të Si do e shpjegoj një 18 vjeçari Diegla? Të duash dështimin, ta kërkosh ose ta përtypësh ta Do e shpjegoja në momentin që të duket sikur të ke arritur fundin, në atë moment je gati duke u ngjitur. Domethënë vetëm bëj durim dhe qetësohu. Unë të paktën i kam përjetuar me shumë ankth momentet kur kam pësuar setbacks. Ndërkohë që jeta më ka treguar me kalimin e kohës që nuk ishin setback, ishin përkundrazi. E ke parasysh të shprehjen të mbyllet një derë dhe të hapet një derë tjetër, kështu është dhe kjo, realisht. Po e zëm, unë jam 18 vjeç, unë e dua tani. Unë nuk dua të dështoj, unë dua të fitoj. E dua tani edhe. Tani e kuptoj unë, të 18 vjeçarët e kanë mendjen tek paraja, mani dhe ju është bërë kështu, domethënë mani. Nuk vjen mani nëse ti nuk ndërton eksperiencë jete, domethënë eksperienca vjen duke të dështuar. Prandaj e them që të duash dështimin. Të duash dështimin se po nuk dështove do bësh delirant, do fluturosh, do mendosh që sidomos kur je 18, do mendosh që po ti je më i miri, ndërkohë që jo, në botë dhe rreth teje ka njerëz shumë të mirë, të cilët ti duhet t'i përdorësh për t'u frymëzuar, as të xhelozosh, as të krahasosh veten, për t'u frymëzuar, shiko se si veprojnë të tjerët, shiko se si kanë ecur, shikoj në këtë këndvështrim. E kemi dhe kjo është një fenomen tjetër ndër ato që përmendëm pak më parë në Shqipëri, domethënë që ne nuk kemi shumë ose të paktën siç e kam vërejtur unë që nuk kemi shumë dashamirësi dhe nuk kemi shumë ndjenjë mësimi ose bëri qefin, jemi më shumë xhelozë, më shumë sikur nuk na bëhet mirë kur tjetri është mirë, domethënë, edhe pse neve nuk na prish asnjë lloj pune, zakonisht është kjo aura në ambient që njerëzit nuk kënaqen. Kolektive. Unë kam një nga videot e mia të para që u bë virale ishte videoja ku unë i bëj thirrje njerëzve që të mbështesin bizneset e miqve të tyre dhe jo të vipave. Domethënë, ajo ishte pyetja që si ka mundësi që juve mbështesni këtë vipin që nuk e ka idenë se kush je ti. Dhe ajo u bë virale nga të parat. Pse u bë virale? U bë virale sepse i goditi në tru të gjithë e bëjnë atë gjë. Bëhet kushërira, le të themi, ka një biznes, ti nuk e mbështet, ti e di në vetdijen tënde, domethënë që nuk e mbështet, nuk blen aty, nuk e shpërndan që nuk të kushton asnjë gjë. Një like, një koment, një shpërndarje nuk të kushton asnjë gjë. Dhe është e vërtetë dhe nuk di, unë nuk di, domethënë në faqen time po ta kesh vënë re, edhe kushdo që do rastisi në faqen e Egla Shkurta në Instagram ose në TikTok, unë këtë bëj, frymëzoj njerëzit që të jenë të hapur, të jenë të dashur me njëri tjetrin. Unë kam një parim në jetën time, dashuria është përgjigje, duket si këto shprehjet shablon, por po ta mendosh, dashuria është përgjigje për çdo gjë, domethënë dashuria për punën e bën punën që të funksionojë. Dashuria për njerëzit i bën marrëdhëniet që të ecin. Është shumë e bukur sikur ne të funksiononim të gjithë kështu. Dhe unë do vazhdoj ta them këtë gjë, se përderisa e kam zërin, përderisa e kam të komunitet që jemi bashkuar, unë do vazhdoj ta them këtë gjë. Jo, unë ta mbështes mendimin 100%, sepse njëta gjë ka ndodhur edhe me mua dhe me podcastin. Ne mbajmë një nga këto American entrepreneurs që ka thënë një herë, më shpejt bëhet një klient shok se sa një shok klient. E kam bërë dhe unë atë, e kam huazuar, shqiptarizuar. Ishte, domethënë, dhe atje e kam kuptuar ose më saktë kam realizuar për herë të parë, domethënë që unë gjaj dija këtë gjë, po tani që ma e tha ai ose tani që e dëgjova, tani e kuptova vërtet, domethënë që në situatë. Pse ndodh kjo? Në qoftë se mund të haludojmë, domethënë. Neve, familjarët, njerëzit e afërm i marrin për të mirë qenë. Ne mund të kemi gjeni afër, domethënë, edhe në prap nuk kemi për ta vënë re këtë gjë, sepse kemi këtë truri, ka këtë tendencën që ti marrë gjërat për të mirë qenë, dhe të thotë se kështu është. Ndërkohë që ata që janë larg teje vlerësojnë shumë më shumë rrugtimin ose eksperiencën ose ato që ti jep. Edhe pjesa e xhelozisë pastaj flasim që është akoma prezent. Ideja është se tek pjesa e xhelozisë shumica e njerëzve mendojnë që nëse do rritet mirëqenia ose nëse do rritet secili do ketë një farë lloj kënaqësie me veten e vet do iki, po edhe tek ata që janë mirë deri diku që nuk mund të themi që janë keq, domethënë të paktën kanë disa gjëra prap janë. Është mendësi, mendoj unë, është mendësi e një populli të tërë. Unë diskutoja temat e gjimnazit që diskutonin,
bëja debat gjithmonë me mentalitete shumë të vjetra. Ne ishim në të njëjtën moshë dhe kur i dëgjoja se çfarë mentalitetesh kishin, i thoja më fali, ju nuk keni kur ju jeni kështu, mos prisni që sistemi të na ndihmojë ne. Domethënë jemi keq, jemi shumë keq, nuk kemi tendencën që të bashkohemi. Ne kemi tendencën që të zihemi, nuk dëgjojmë. Ne në bashkëbisedim nuk e dëgjojmë tjetrin. Ne kemi përgatitur përgjigjen. Po të shikosh dy shqiptar, se kur flasin me njëri tjetrin, nuk vazhdon biseda e rrjedhshme që ti mos ta kuptosh që ikin orët. Jemi domethënë gati për luftë, për të përplasur idet. Kemi qef të kemi të drejtë. Është një çik kjo. Po çfarë të bëjmë për ta zgjidhur se mos e dim që është. Po kjo është ideja, se unë e kuptoj, shumica jonë domethënë futet në argument me përfundimin në kokë, domethënë pa argumentin, pa debate, thjesht futet me përfundimin edhe çdo gjë që të dalë ky përfundimi. Pa një mendje të hapur, domethënë që ne në diskutim ti mund të kesh të drejtë dhe patjetër që mund të kesh të drejtë, po të paktën të dëgjoj. Mund të mos të ndryshosh bindjen, po të paktën ne nuk respektojmë mendimin e tjetrit. Është një fenomen shumë rëndom. Është një fenomen që unë e has shpesh herë, domethënë edhe në debatet që ne krijojmë të ftuara të ndryshëm, por edhe në Twitter Space që bëjmë që diskutojmë me shumë persona, domethënë që ke ndonjë ide ose ke ndonjë ide tënde, ndonjë fjali tënde, domethënë që si mund të zgjidhë, si mund të tackle, si ta kapim këtë problem që ta mundohemi ta shuam, se ta heqim nuk e heqim dot, por të paktën ta zvogëlojmë. Edukimi. Të gjitha këto i sjell ignoranca, mendoj unë. Se fjala ignorant ne e përdorim si sharje, por jo, është mungesë informacioni. Të lexojnë, të hapin mendjen, leximi të hap mendjen. Unë nuk e di, domethënë a lexojnë më shqiptarët, por nuk shikojnë më të lexojnë. Është një fenomen që po të jesh në vendet e Europës, janë të gjithë me një libër në dorë, ku për 5 minuta e hapin ose Kindle ose në çfarëdo lloj gjëje lexojnë. Ne nuk lexojmë. Është shumë problem. Kjo është goxha e mirë si fenomen, domethënë se të gjithë lexojnë, bile edhe moshat e thyera lexojnë, moshat e mesme lexojnë shumë, kur ikin në punë mëngjes në trena i këtë gjithë me nga një diçka përpara. Rall ndodh ndonjë kështu, ndonjë në white trash që los Candy Crush, po shumica njerëz janë as me ato Kindle-at e vogla ose me libra tamam në formë letre. Libra fizik. Mua më ka bërë shumë përshtypje në ustimet e mia këtë vëreja njerëzit se si silleshin, domethënë i studioja se për çfarë vlen ustimet, nëse ti nuk kupton se çfarë ndodh rreth teje. Dhe ajo që më bën të përshtypje janë shumë të informuar dhe janë me mendje të hapur. Janë me mendje të hapur për të kuptuar, pavarësisht se ne na gjykojnë si shqiptar, kur bëje bisedë me ta dhe ti filloje të flisje, ishin tërë sy e vesh dhe me kuriozitet për t'u treguar. Ne thjesht nuk dim, ne nuk jemi të pa informuar. Ne jemi kaq të pa informuar sa dhe historinë tonë nuk dim ta tregojmë. Neve po na tregojnë mo që mos di sa tregosh është mall, domethënë e vërteta e hidhur është që unë si pasionant e historisë e kam hasur shumë shpesh shumica, sidomos është ti nuk e din historinë. Jo më ta tregojnë, thjesht nuk e din se kush janë, çka kanë bërë, nga ka ardhur, pse jemi kështu si jemi, nuk janë disa informacione bazike që thjesht nuk i dim. Edhe ka të bëjë edhe me sistemin, po ka të bëjë edhe me këto le të themi programe, media e tjerë, këto ofertat televizive që paraqiten, domethënë nuk janë atje ku duan. Nuk ka faj media në ato, se normalisht media do shesi atë që shitet, atë që hecën. Edhe media ka faj. Si nuk pas ka faj media, domethënë se tani do të dalë vetëm atë do e vërtas. Si nuk ka faj media kur nuk bëhet asnjë program, unë realisht unë ndjej të nevojshme që të ketë programe ku njerëzit të tregojnë aftësitë e tyre, të ketë më shumë talent shows. Domethënë po të hapësh televizionin te ne ke vetëm drama. Nuk shikon për një pyetje të bëj këtu që ta bëjmë çikën pikant. Një pyetje të bëj ndonjë. Pse do të bëj media? Unë jam një mendim me ty, po thjesht të bëj avokat në djallit tash. Për çfarë arsye duhet bëj media ato të tilla programe kur nuk kanë as shumë djegsa sa mund të ketë një Big Brother, një Përputhje, një Portokalli apo etj. E kuptoj këtë pjesë, po në qoftë se ke këto programe që ti përmendesh, ka edhe një program tjetër ku hapësira televizive do i jepte disa informacione. Se jo. Kemi pasur disa programe të mira. Kemi pasur, por nuk i shoh, nëse unë nuk shikoj më televizion. Kot që të
ti analizoj, por kam parë mungesa në kohën për shembull kur unë kam qenë adoleshente, s'kishte programe. Nuk kishte asnjë aktivizim, nuk kishte, domethënë merja pjesë në forume, mbaj mend merja pjesë në përsa organizata, të cilat literalisht ishin vetëm për të fshehur marrjen e këtyre buxheteve. Asnjë gjë nuk bëhej reale. Mbaj mend kam dalë në parlamentin rinor, se kam qenë gjithmonë rebele, kur e kujtoj veten tani një rebele, domethënë nuk di si ja kam dalë unë me këtë gojë. Më kanë nxjerrë në parlamentin rinor se ishin përgatitur këta të grupit, domethënë dil forti, aty ishin të gjithë anëtarët e parlamentit, unë i dëgjova se isha bërë gati fare. Dhe vetëm një gjë më bëri përshtypje, i thash, tani po ju dëgjoj që juve po bëni gjithë këto deklarata, po ndryshoni ligje, do hedhim këtë, do bëjmë këtë, gjithë këto, domethënë organizime. Po ndërkohë tash në një gjë reale apo bëni? Se unë si e re në Shqipëri, unë nuk po përjetoj asnjë gjë nga këto që ju po thoni. A do vi një ditë që ju do i bëni të gjitha këto heshtje dhe duartrokitje. As përgjigje nuk më dhan. Ishte kaq e vërtetë. Cilësore si budalla ndonjëherë, domethënë unë kam hasur edhe vetë personalisht, domethënë kur thua që okay, e folëm e sqaruam, do i gjetëm dy tre zgjidhje, po si të implementojmë? Pse ne do merrem me ato? Ne i thamë por ti bëj një tjetër ato, pse ne do i bëjmë ato? Nuk çohen gjërat në fund, nuk e di, nuk çohen gjërat deri në fund. Ka vështirësia e parë që ndodh, heqin dorë. Jemi natyrë, jemi vetë çik ndoshta edhe themi jemi punëtor, po ndoshta na pëlqen të rrim, e kupton, jemi çik dembel ndoshta. Mendojmë që Mirë, gjithmonë vetëm ku ka diell ka dembelizëm, ka gjithmonë normalisht se ke kuri, ke kushtëri është domethënë, po që se kisha menduar në këtë këndvështrim, po e vërtet është vendi ngrohtë. Jo, po ti vesh, po ta kesh parasysh në pjesë më të madhe të botës, në të gjitha vendet që sa më afër ekuatorit jetë, aq më e keq është situata ekonomike dhe politike, kështu që si kjo Europa është shembulli perfekt, domethënë. Keq diell, keq mos kesh diell. Pikërisht. E këta punojnë këtej, këta punojnë se s'ke ç'a bën këtej. Trashësh gjithë ditën po të punove, e vërtet është. Nuk e di. Shiko, në qoftë se secili nga të rinjt që janë brezi që po vinë tani fokusohen që të studiojnë për veten, jo për notat, se kjo ka qenë drama më e madhe të rinjve. Studionin për notat dhe nuk morën vesh asnjë gjë, u futën në shkollë, dolën nga shkolla, se e ke parasysh atë shprehjen, po u futën në shkollë do dalësh. Po a nxurë gjë, domethënë, more ndonjë gjë nga kjo shkolla? Jo, mjafton letra, mjafton që ke një notë që tregosh që e morë. Në sistemi është shumë i vështirë. Në kimi ushqimore ku isha unë në fakultetin e shkencave, mbaj mend u ngritën një herë studentët kur unë kisha ikur, por shkova që po merrja disa dokumenta, ata ishin në protestë dhe e di çfarë, nga shkolla u hoq profesori që i ndihmoi të organizonin protestën. Domethënë këtu të mbyllet goja, ç'është e vërteta. Është goxha e frikshme, domethënë di kam edhe një në fistë, në familjen time të madhe, një person që ka studiuar për kimi ushqimore, po thjesht punon kompani imobiliare për momentin se. Normalisht ai shumë nevojë për kimista ushqimor nuk ka Shqipëria, sepse dhe ato institucione që janë që bëjnë kontrollin nuk punojnë ashtu siç duhet të punojnë. Po që janë 20 vende, le të themi, ja është struktura me 50 veta staf. Ndërkohë që nga kimia ushqimore kanë dalë nga 100 e ca veta në vit. E njëjta gjë domethënë dhe aty. Po sa humbim ne, sa hidraulike, sa teknik ndërtimi, sa elektricista humbim vetëm sepse kjo shkolla e diploma mbahet kështu në piedestal të gjithë kohës, domethënë edhe duket sikur po bëre këtë ja hodhe të gjithave dhe në fund atyre i shëmbet e gjitha pasyra e realitetit kur mbaron shkollën dhe nuk kanë ku punojnë edhe vetë punojnë prapë kamarier. Po ne kemi të edukuar. A ke dëgjuar familje shqiptare që të thotë diçka e lëre shkollën, po bëj një trajnim, bëj diçka që do të hyj në punë. Se ti me trajnime për shkak mund të futesh në tregun e punës që më shumë të hershme. Nuk ka një familje shqiptare që ta thotë këtë. Familja shqiptare i vendos kushtet edhe të njohjeve, nëse nuk ka shkollë djali apo vajza, është pa shkollë. Vazhdojnë akoma këto gjëra, domethënë se duken kështu shumë të largët apo. Ndërkohë ndodhen ende. Është e vërtetë. Bile edhe shkollat profesionale që të nxjerrin në treg të punës moshën 18-19 vjeçë, direkt në punë me rrok të plotë madje, në Shqipëri janë duke vdekur për momentin, funksionojnë 2 në Tiranë, edhe 1 në Durrës, më duket, edhe aq. Çdo qytet tjetër, edhe pse shkollat profesionale kanë qenë shkolla shumë të pëlqyera në kohën e komunistit, pavarësisht se ajo ka qenë një kohë që nuk ka qenë
le të themi më e mira për të marrë shembull, por ka pasur tek këtu nga një diçka që Në komunizmi do të luar, se ti me qënë se ke prirjen dhe ke këtë dëshirën për historinë, komunizmi, se pak më parë më rastisi që pash një episod të një filmin shqiptar, realisht ka pasur gjëra shumë të mira, domethënë të paktën sistemi funksiononte. Pavarësisht se ka pasur sistemi shkollor ata kanë pasur vërtet shumë të mirë, domethënë kanë pasur kritere të larta, ka pasur edhe një shpërndarje sipas tregut. Un kam dëgjuar këtë kohë të fundit në një intervistë Albin Kurtit, ai po mendoi të përshtaste vendet e studentave në shkollë të t'ia përshtaste tregut të punës në Kosovë, se kishin të njëjtin problem ata që kanë ekonomistë pafund atje, domethënë, por nuk kanë asnjë lloj gjëje tjetër që i duhet, janë gjitha vendet hapur bosh edhe vinë nga Maqedonia, vinë nga Malizi, vinë nga Shqipëria, që pse kur është mundësia dhe të tjerë të rinë pa punë. Jo, ne diskutojmë vërtet kur kemi qenë në fakultet, që ore si ka mundësi që këta vazhdojnë lënë të hapur, sepse nëse do ishte i mbyllur sistemi në atë kohë për farmacinë për shembull, unë nuk do aplikoja për të futur në farmaci, do kërkoja diçka tjetër, do bëja marketingun që e kisha pasion. Si është mënyra e shkollimit për marketingun në momentin që ne flasim tani? Mund ta studiojnë njerëzit në shkollë apo si funksionon në Shqipëri? Digital marketing besoj që jashtë, sepse në Shqipëri nuk është se ka një 2 fakultete janë, me sa di unë, një privat, nësa në shtet ka, po që nuk janë kaq të specializuara, kaq të profilizuara. Merr një profil të përgjithshëm në marketing. Po mendoja pak më i specializuar, ose le të themi jo më i specializuar, por pak më praktik, se të bësh marketing në drast të zezë është një çik absurde si gjë. Të gjithë fakultetet në Shqipëri, se unë kam prekur goxha, janë vetëm teorik. Janë teorik dhe mungon shumë praktika dhe po të shikosh studentët kur dalin janë pa informacion fare, domethënë nuk din ku të shkojnë. Unë nuk e harroj anktin që përjetoja vetë kur kam mbaruar fakultetet. Që fakultetet e mia ishin prapë me shumë praktik, se ne kishim laboratore pafund dhe pjesa e laboratorit, pjesa praktike më shijonte shumë. Por kur dola, më dukej vetja, domethënë o zot ku të shkoj, një lloj ankthi për jetën, që çfarë do bëj tani, se kur je rritur me kërkesa në një familje ku prindrit janë duke ecur gjatë gjithë kohës, duke u zhvilluar, ti rrit shumë kërkesa ndaj vetes. Dhe thoya po tani çfarë do bëj? Dhe futa marketing. Është vërtet e frikshme. Bile ti ke qenë me fat deri diku, normalisht është aftësia jote që e ke provuar dhe e ke marr hapin, domethënë, po ka dhe pak fat aty që e ke edhe tipi që e merr hapin dhe je futur asaj dëshirës tënde. Nuk jam dorëzuar. Se ka shumë persona për shembull që e thjesht heqin dorë. Edhe ka nga familja, nga rrethi shoqëror, që thonë që hëmë do fillosh tash po hëmë se bëre shkollën, po se bëre këtë, hëmë se ashtu dhe e ulin e mbajnë të lidhur gjatë gjithë kohës. Jo, nuk e kisha si opsion unë të hiqja dorë. Nuk e mendoja dot fare. Është dhe me natyrë në fakt, po që si mund të heqësh dorë nga gjërat që do të arrish. Nuk e imagjinoj dot, nuk e kuptoj njerëzit. Asu nuk e imagjinoj dot, po kam pak vështirë t'ia shpjegoj personave që pse ne mendojmë kështu. Pse ne mendojmë që pikërisht kjo është mënyra e duhur. Po mirë, të ecën më mirë duke hequr dorë? Po ata thonë miratur, do jemi në punë, vëm punë, ham vëm, ikim në punë, ai në rregull. Ç'është vërtet, se ndoshta neve ngrëm dhe shumë pritshmëritë e njerëzve. Nuk janë gjithë lidera. Në fakt, ka dhe njerëz të cilët duhet të punojnë diku, të punësojnë dhe të bëjnë punën shumë mirë. Unë jam me këtë që kur je i punësuar diku bëj punën shumë mirë. Në qoftë se je diskutuar. Se pastaj lidera nuk e kanë të gjithë aftësinë dhe kjo është shumë e vërtetë. Ti mund të trajnohesh, mund të specializohesh, por ti ke frikë të flasësh publik. Ti ke frikë, domethënë, të dalësh të takosh klient, të bësh takime me klientë, nuk ja del dot. Fjala bie e nisa nga fusha ime. Domethënë, pa diskutim që do e kesh të vështirë. Dhe ata do rinë aty në atë pozicionin që dikush tjetër do i bëj këto për ta dhe do i gjej punë. Po. Nuk është të thonë që të jemi të gjithë të parët, se ne shqiptarët të kemi problem. Duam të jemi të gjithë të parët. Në çdo gjë. Jo, ideja është që e zhvillimit të gjithkohës, nuk po them që të bëjnë gjithë lidera, po ka persona për shembull në X një kimist ose një biolog që është i mirë, thjesht kënaqet me atë që ka përballë, kur ka persona që në jetën reale i njoh që kanë goxha shumë kapacitet dhe kanë goxha shumë njohuri dhe vetëm një hap të vogël që të ndërmerrin një trajnim tjetër, domethënë
ata në punë të punësuar do ishin prapë, po do i rriste të ardhurat me ku dëgjon me 300-400 euro, 500 euro në muaj më shumë, vetëm se do kishin diçka më tepër. Edhe këta persona nuk e kuptoj dot pse nuk e marrin të lloj hapi, e kupton? Kjo më duket pak e çuditshme. Janë bllokime, unë mendoj që hyn shumë pjesa edhe shpirtërore. Duhet të bësh punë me zhvillimin personal përpara se të jesh gati dhe për të punuar. Unë i referohem vetes time, unë kam lexuar për 7 vite, 7-8 vite kam lexuar një libër në 2-3 ditë. Isha hetur për zhvillimin personal dhe mendoj që ato më kanë ndihmuar shumë, se ndryshe nuk përballoj realitetin, se ti fillon e shikon botën me atë prizmin e mënyrës se si je rritur. Nuk po them që jemi rritur keq, po edhe aq mirë nuk jemi rritur me mendsinë, domethënë, kështu që mendsinë ti mund ta ndryshosh. Edhe rasti që ti përmende, nëse një person ka mundësinë që të rrisi pagën e tij me 300 euro dhe çfarë, qoftë duke ndryshuar një punë, qoftë duke bërë një trajnim, pse jo? Ço të pengon, domethënë, pse jo? Unë këtë gjë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj dhe prandaj i frymëzoj gjatë gjithë kohës dhe i tregoj shembullin tim. Unë jam me parimin që ndonjëherë fjalët janë të tepërta, ndonjëherë shembulli flet. Dhe kam zgjedhur që të flas, domethënë, por të flas edhe me shembullin tim. Çfarë është entrepreneur se shumë unë nuk e di se si thonë në shqip kësaj. Me thënë drejtë, jo se nuk mendoj që ka një fjalë të definicion. Nuk është as biznesmen as sipërmarrës, asnjë nga ato dyja s'është. Asnjëra nga të dyja s'është. Është një person që ka marrë një iniciativë të vetën personale që të ofrojë ekspertizën e tij në treg. Si është tregu në Shqipëri i entrepreneurëve? Sa përqindje me hamendje se nuk pretendoj që mund të kesh statistika përpara aty, domethënë si gazetare, po me hamendje tënde me aq sa shef ti, domethënë sa mendon sa persona janë entrepreneur ose freelancer në Shqipëri? Nuk ka shumë, janë pak. Me shifra, me statistika nuk e di, nuk mendoj që ka në Shqipëri statistika të tilla se jo gjithë janë të regjistruar, por janë shumë pak. Prandaj them që jemi pioner entrepreneurët në Shqipëri. Si duket treni? Mendon se do je diçka që do eci shumë apo është thjesht një rritje e vogël statike? Do eci pjesa entrepreneurship apo pjesa digital marketing? Të dyja. Me këto ritme që po ecën bota me inteligjencën artificiale që po zhvillohet kaq shumë me Shqipërinë që pa diskutim ka përmirësim shumë të madh se bëm shumë, domethënë po themi vetëm gjëra të këqija, por ka dhe gjëra shumë të mira që neve, domethënë, ne kemi ndryshuar goxha nga Shqipëria që kemi qenë para disa vitesh. Unë mendoj që ne gjithmonë e më shumë do shtohen entrepreneurs. Pas pandemisë, sjelljet e njerëzve kanë ndryshuar. Vërtet që nuk duan më që të jenë vetëm në një punë statike të dikush tjetër, duan të provojnë sa më shumë gjëra. Do dështojnë, do mësojnë, do rriten, disa do durojnë, do dalin të rinj, po unë mendoj që do jetë gjatë gjithë kohës në zhvillim. Do ketë të rinj pra që do ketë dëshirë që të provojnë pasionet e tyre, po njoh çdo ditë në fushën time më rastis tani që të bëj networking me të rinj të cilët kanë ëndra dhe kanë ca ide brillante, por infrastruktura e Shqipërisë është akoma e vështirë dhe sa herë më rastis që t'i takoj, ajo që unë mund të bëj dhe e bëj me kënaqësi shumë të madhe është që frymëzoj të vazhdojnë, domethënë mos të heqin dorë dhe të gjejnë mënyra sepse pa diskutim diku ka një mënyrë që t'ja dalin. Kjo është ka vler ari, domethënë është Goldwert, i thonë gjermanët, po shiko, elefanti në rum është pjesa e femrave në biznes. Nuk mund ta anashkalojnë, sidomos në ambientin shqiptar, domethënë mua më bie rasti të flas me shumë persona që kemi femra, jemi të diskriminuar, nuk ka njeri, nuk kemi hapësira etj. Ti sipas eksperiencës tënde si e shikon? Është gjë e shikon si pozitive të jesh femër në atë biznes apo e shikon si negative? Në social media marketing, për pjesën e menaxhimit të rrjeteve, mendoj që të jesh femër të jep më shumë lehtësi sepse ne njohim shumë pjesë, ne njohim bukurinë, njohim shumë fusha dhe jemi dhe më praktike dhe më elastike. Domethënë në fushën tonë është një plus. Ndërkohë që në kompanitë ku kam punuar, sigurisht që ka pasur vështirësitë e veta,
Një gjë që vija re ishte që meshkujt përgjithsisht paguheshin shumë më shumë se sa femrat, domethënë në Shqipëri vihej re kjo. Në sektorin privat, se në sektorin shtetëror unë nuk kam punuar ndonjëherë dhe besoj që janë pagat standarde për të gjithë. Ne kuptoj. Po kur thua që paguheshin më shumë për në të njëjtin pozicion, në të njëjtin performancë. Për të njëjtat pozicione pune, po. Për të njëjtat pozicione pune, meshkujt paguheshin më shumë. Sepse dilli që bënin ata në fillim, mendoj që ndikonte shumë, se në kompanitë private nuk është se ka një standard pagash. Praktikisht i diskuton pagën tënde. E vën në diskutim, domethënë bën një deal në fillim. Ne kuptoj, po në qoftë se e trajtojnë si problem, domethënë kujt i bie pesha? I bie pesha personit që të negociojë një pagë më të mirë apo institucionit? Personit, për shembull këshilla që i jap të rinjve që janë në fazat e para të intervistimit, është që gjithmonë ta diskutojnë pjesën e pagës edhe ta kërkojnë. Sepse po të jetë për punëdhënësi pa diskutim që do dëshirojë që të paguajë sa më pak. Ti do të që ta kuptoj unë, domethënë në shumicën e kohës punëdhënësit e mundohen të paguajnë sa më pak, domethënë, dhe fatkeqësisht tek pjesa e femrave kanë më të vështirë të negociojnë pagën, po thua. Mendoj që dhe nga natyra e femrave që janë më delikate, më të kujdesshme, sidomos në raporte komunikimi, ndikon kjo pjesë. Që duhet të mësojmë faktin, domethënë, do të jenë çik harbuci, ne jemi çik harbuci, më jemi çik më shumë kafsh, domethënë, dhe jemi duhet të jenë më të konfrontues. Duhet të trajnohen. Duhet të trajnohen për këtë gjë. Para se të hysh në një intervistë pune, ajo që unë e përmenda që në fillim ne nuk dim të googlojmë. Googullo si bëhet një intervistë pune. Cilat janë pikat e forta, të mësosh se domethënë bëj një trajnim për vetbesimin për të folur në publik, nëse të mungon kjo, vetëm kjo në aftësitë e tua, sepse që aty fillon që të negocimi i pagës. Nëse ti si je i lumtur, në atë punë nuk do rish i lumtur me atë pagën e pakënaqshme. Që aty fillon. Ne fillojnë peripetësit. Unë flas nga eksperienca ime, realisht, se unë kur kujtoj veten time në eksperiencat e para të punës, nuk e dija se si duhet të sillesha në një intervistë. Në intervistën e dytë, pastaj studiova dhe mësova se si duhet të sillesha. Po shumë njerëz mendojnë Ekla për shembull që pse të merrem me këto. Unë kam studiuar valla, do të më hapi rrogën ai sa më takon. Do të themi histori për këtë. Në klasën time në farmaci ishte një studente që e dinte me faqe se ku i binte përgjigjja, formula e duhur. Dhe ne në atë kohë ndjeshim keq, nuk thoshim, shiko, kjo i ditë deri tek faqja, domethënë ndjeshim ignorant në një farë mënyre, apo po çfarë do bëjmë për të dalim, edhe kur dolëm në punë, ajo nuk gjeti punë. Nuk di çfarë është duke bërë tani, por për atë nuk ka një punë. Sot nuk duhet të jesh vetëm ekselent në një fushë të caktuar. Sot duhet të kesh shumë aftësi. Unë e vërre këtë që normalisht është profili shkencor, kjo është e meta e profileve shkencore, kjo është, nuk din të negociojnë, po këtu është edhe si tip klishe, është si tip i ka dalë lami që inxhinierat nuk kanë aftësi në këtë pjesë, domethënë, edhe e kemi pasur një kinez, mbaj mend ku kemi bërë para përgatitje këtu përpara se të fillonim studimet, kemi pasur një para përgatitje, ai ka qenë absolut. E mbaj mend, këta emrin kinez nuk e mbaj mend, po këta ka gjithmonë emra europian dhe emri i tij europian ishte Felix. Edhe Felix ishte ai gjeni sa gjente sinus, kosinus të këndeve pa lidhje, 31 grad, 47 kot i bënte me kokë. Ai lloj grad njeriu, domethënë, ne vërtet kur përgatiteshim për analizë ose për algebër të avancuar, domethënë gjithmonë merrnim me fusnin Felixin në mes, mblidheshim gjithë rreth e qartë tavolinës dhe na e shpjegonte. Ai tipi domethënë e takova në fund të 2020-s e kam takuar, pra përsëri ishte duke paguar në rrogë minimale matematicien me një 3200 euro që është për të tallur, domethënë është thjesht rrogë talli për atë profesioni që ka ai. Domethënë plako e kupton ti se çka kapaciteti ke? Mos të fokusohemi me të sinusi, po thjesht në një gjë që ti i the, domethënë që lexo diçka tjetër, valla, lexo si të flasësh, lexo si të shprehesh, domethënë. Hapu një çik, fol një çik, se nuk mund të rish guas gjithë kohës. Socializim. Duhet të socializohen më shumë, domethënë pjesa e ta shesësh veten.
Po, të mësosh të shesësh veten, sa vite më është dashur mua ta bëj atë gjë, se ne na kanë me të provuar. Si shqiptar që duhet të jemi humble dhe nuk duhet të flasim vlerat tona. Realisht më është dashur dështim pas dështimi që ta mësoja se si të prezantoja punën time. Domethënë, me sa duket puna flet, e kupton, është aty vërtet më të madhe, por duhet ta flasësh dhe ti. Puna duhet mbrojtur, se për të folur fletet, po thjesht duhet mbrojtur në atë lloj mënyre që mos të jetë pakashme. Di dhe mua më është dashur diku tek një, le të themi, 2 vite pa frikë, domethënë për ta zotëruar pjesën. Edhe më është dashur më shumë kur kam ndryshuar edhe punën, kur kam hyrë në ambient të rinj, normalisht duhet edhe të provoje që pse e ke për kështu, kur unë i bëja zakonisht përpara falit, thoshin ke 4 ditë kohë, i bëja për 2 ditë. Edhe sta meni seriozisht, domethënë edhe pse ajo ishte perfekte, ishte çdo gjë e mbaruar, domethënë sta meni, thoshin ç'ne, pse ke bër. Edhe normalisht do ta mbrosh atë produktin tonë që shife, performanca ime se e bëj për 4 se për 1, e di unë për sa e bëj ti. Po ti mos e bër zot. Po, ja thoja Bleonit ato në atë koti që e dinte thjesht ishte ajo dëshira e madhe për të vendosur standardin, domethënë që këtu jam unë edhe unë jam kuptoj shumë mirë sepse të gjithë në fillimet tona kemi pasur atë dëshirën për të thënë që jam shumë e mirë ndërkohë punonim jashtë kapacitetit ton, por ndërkohë të huajt për shkak punojnë në mënyrë konsistente, nga pak çdo ditë. Desa neve bëjmë burnout. Po, ne kemi burnouti, ne kemi pas burnout përpara se burnouti të dilte si fjalë, jam shumë i sigurt për të. Jam shumë i sigurt. Unë ato herën fillimet e mia unë rria deri në orën 7 në zyrë. 3:30 zyra është bosh. S'ka. Edhe ora 4 lën gjithë ata çka ka aty mouse e laps edhe hajt. Se japin prioritet edhe vetes së tyre dhe qetësisë së tyre shpirtërore dhe domethënë kohës së pushimit, ndërkohë që është më e rëndësishme, edhe unë në punën time tani e kam kuptuar që duhet të bëj patjetër shkëputje edhe gjatë ditës, duhet të bëj shkëputje të vogla që të arrij të jem krijuese, sidomos në fushën time. Duhet të pushoj. Pushimet e vogla gjojnë gjithë kohës edhe situata në Tiranë, se për rrethet nuk mund të flasin se rrethet fatkeqësisht janë bërnut, po në Tiranë po ndryshon që edhe ata që janë të punësuar me kohë të plotë, domethënë që nuk kanë orarin, thjesht e kanë të bëjnë atë punën që bëjnë. Edhe gjëja e mirë është që ka filluar implementimi i pushimeve të ndryshme, domethënë që mund të pish një kafe, një çerekosh, pastaj ke pushimin e drekës, një bisedë mund ta bësh. E to janë vërtet shumë të rëndësishme, domethënë sidomos për le të themi në një mënyrë që mos të tregojmë shumë kështu segregation, që mos i ndajmë shumë njerëzit. Për ata që kanë studiuar, për shembull, le të themi në përgjithësi që mjek, inxhinier, avokatër, po diçone etj. Njerëzit që punojnë me kokë duhet pak kjo pjesa se lodhesh, mund të jesh fit nga trupi, ti mund të jesh gati të lozësh kalqeto për atë punë, domethënë se s'ke as pikë lodhje, se në karrige ke. Po, se ekziston ky koncepti që kur punon me mendje mund punosh gjithë ditën, ndërkohë që trupi pikërisht, domethënë, por në fakt është deri diku në një mënyrë shumë ironike, domethënë ndonjëherë është më e keq lodhja e trupit, nëse ti nuk ke asnjë lloj lodhje fizike, nëse je ngulesh ndonjëherë përpara tavolinës për 7 tetor, ndonjëherë është thjesht më mirë të bëhe beton, domethënë, se do të zinte gjumit paktën. Unë praktikoj në momentet kur kam tamam po bëj burnout, filloj bëj gjëra fizike. Bëj ecje, bëj pastrim shtëpie, i futem domethënë ashtu kam dhënë pastrim shtëpie. Duhet të merrem me ndonjë gjë që të mos e është shumë e ngjashme, se të besoj profesioni jot dhe profesioni im dhe kreativiteti është, por edhe pjesa e trurit, domethënë jemi gjatë gjithë kohës duhet të rrim aktiv me telefona, me pajisje të cilat kanë rrezatim gjatë gjithë kohës. Unë ka një pikpere të vogël në marketing, se jam tek skuadra e marketingut të firma jonë, domethënë. Okay, që kupton. Merre një pak me ato pjesën e çfarë dua ne si zyrë inxhinierike t'ju tregojmë të tjerëve, domethënë, dhe është e vështirë, sidomos në inxhinierinë ndërtimit, domethënë ndonjëherë është pastaj unë si i ri kam këto ide që shikoj juve, shikoj të tjerë, domethënë që mënyra të reja që nxini vetë e them atyre shife këtë. Jo, po ti dale, Allah, dëgjoj një herë, më le ta them. Janë edhe i brezi i vjetër që
E kanë është shumë mirë që çdo gjë funksionon me kontakt, domethënë edhe shumë mirë që i kanë lidhjet e kontaktit, sepse normalisht industria e ndërtimit është dhe shumë konservatore, nuk është se po flasim për gastronomi. Edhe normalisht që duhet, por unë ecmi gjithmonë që kjo gjëja vetëm në një fitim do ju sjellë se nuk do humbni asnjëherë asnjë gjë nga kjo, domethënë është diçka që është shumë e shëndetshme, por ta thjesht që mos e humb kohën me këto, merru me të tjera tash. I bëjmë, ka kohë për të gjitha, domethënë, po ta ndash mirë kohën, është aty. E kuptoj më së miri këtë po me këtë e nisa bisedën, pra që po thoja për pjesën e klientëve që ende nuk e kuptojnë rëndësinë, se do ta kuptojnë patjetër, po e di kur vinë tek ne, vinë në fazën kur janë shumë në vështirësi. Ajo që unë i sugjeroj të gjithë është mos kërkoni një staf marketingu kur ju jeni në vështirësi. Kërkoni një staf marketingu kur doni të shprehni çdo gjë që ju keni filozofinë e biznesit tuaj, doni të rrisni brand awareness. Sa më parë të mund që më mendja edhe kur nuk e din se çfarë brendi janë, nëse do kishin një skuadër marketingu do i ndihmonte skuadrat që të krijonin identitetin. Identitetin e tyre, pikërisht. Po mirë është ta fillosh me këtë, pikërisht, jo në një moment kur je në vështirësi, sepse pastaj edhe magji nuk bëhet dot aq herët. Edhe e dyta duhet ajo ana kreative, po. Edhe ndjen se e dyta është që kompetitorët e tu janë online. Dhe ti je duke humbur. Domethënë kompetitorët e tu kanë filluar të punojnë para teje dhe sa ta marrësh veten ti, se ndërkohë strategjitë, metodat çdo ditë po ndryshojnë, çdo ditë më shumë do bëhen me pagesë, pa diskutim, kështu që derisa të vijë ajo ditë ti mund ta shfrytëzosh, të rritesh. Edhe kompania ku je ti, këtë thua jo. Futuni tani. Jo, e themi gjithkohës, domethënë, e kupton, ne kemi disa probleme të vogla dhe ideja është që edhe për ata që fillojnë hapi një kompani, domethënë ideja është që sa do i sigur të jesh që pa u hapur biznesin, mendoj se është pozitive të kesh të paktën një marketues, domethënë që të kontrolloj, të bëj një double check. Pikërisht. Ke gjetur një shablon ose ke gjetur një diçka, një frazë që do e përdorësh si sigël apo një logo, një gjë, merre një marketues, sepse ai ka parë minimumi 10 apo 15 të tjera, domethënë do të thojë që kjo është shumë e mirë, ose kjo është e mirë, ose kjo është e keqe, apo kupton nuk sepse i gjej jo bizneset kur filloi punën. I gjej nuk mbajnë mend numrin e telefonit që kanë vendosur për shembull për aksesimin në rrjetet sociale, nuk mbajnë mend me çfarë emaili dhe ka raste kur ju ikën një vit e ca punë, madje po prisja një klient të më kthente një përgjigje, nuk e dija e ka gjetur passwordin sepse e kishte harruar. E kupton domethënë se domethënë kjo është çmenduri, ti hap llogaritë e bizneseve të tua dhe nuk i mban mend. Po merre një marketing. Me performancë kërkon ajo, domethënë që ta sjellësh atë lloj biznesi prapë në binar. Prandaj duhet të shmangen këto. Unë jam shumë i bindur që këto duhet të shmangen, duhet të kesh gjithmonë dikë. Por me këto të pjesme një herë ku dëgjon ta paguash për 2 orë në javë, nuk ka problem. Eksakt. Nuk është se vetëm llogaritë. Po. Pikërisht, po nuk është se kanë gjithë për shembull edhe ku dëgjon, shumë persona më thonë ora nuk e kanë buxhetin, në rregull vllai, po buxhetin për 2 orë në javë e ke. E paguan drejt ta hajë. Çfarë, nëse ti je një biznes që s'ke aq lek më njan. Si biznes. Mbase s'duhet të jesh biznes. Si biznes, nuk e gati të jesh biznes, pikërisht. Gjithsesi, ajo që vëre është dhe kompani të cilat gjenerojnë edhe kanë fitime, nuk e kanë të llogaritur në trurin e tyre që kjo pjesë është për buxhet për marketingun. Domethënë nuk bëjnë një buxhet marketingu, e mendojnë që çdo gjë do e marrin fitim dhe kjo makutëria pastaj i vë përpara faktit që kompetitorët e tyre e kanë menduar këtë gjë dhe ata po ecin pastaj më shumë se këta. Sepse ishin në rrjetet sociale, po ecnin atëherë me foto dhe me rritje organike, po tani që gjërat kanë ndryshuar dhe janë vështirësuar, çfarë do bëjnë? Nuk kanë zakonisht shumë bursë, që shumica e bizneseve mamënia që funksionojnë vetëm me të paguajmë rroga, të paguajmë ujë drita, të paguajmë dhe mallin ose materialin e parë edhe ciao. Që nuk ka gjë më të gabuar, domethënë. Prandaj e këshilloj gjithmonë këtë pjesë, që kujdesuni, domethënë, sepse do i vuani vetë pasojat në një moment të dytë. Dhe ne jemi këtu për të ndihmuar, se ndonjëherë më ndodhi në një moment një zonjë që takova në një televizion duke u lyer tek make-upi, tha unë nuk kam bërë asnjëherë marketing, sepse i bëj vetë këto gjëra, tha dhe se si më duket ta të paguaj një person për marketingun. E dëgjova me mendje, i buzëqesha dhe i thash po të bëj një pyetje, po ekonomisten tënde e paguan? Po sa e paguaj ekonomisten?
Është njësoj, është profesion. Profesion është dhe ai, pastaj se do të punosh ti apo s'do të punosh ti, zgjedhja jote i thash po. Gjithsesi don't judge, mos gjyko. Se si më dukesh. E kanë janë shumë solid, po ta vash, janë shumë solid, nuk dalin janë vërtet të ngurtë është fjala e dur. Janë shumë të ngurtë, nuk dalin nga etyrja. Domethënë, po është jemi kokfort goxha, jemi vend kokfort. Nuk është gabuar për disa gjëra, po në këtë rastin që ne po flasim është shumë e gabuar. Shumë e gabuar. Është sigurisht e gabuar. Elia, ku mund të gjejnë dëgjuesit, domethënë? Më gjejnë në Instagram, më gjejnë në TikTok me emrin Egla Shkurta, për momentin jam duke punuar webi, nuk e kam gati, kështu që këto të dyja kanalet kam gati. Gjithsesi unë do i vendose edhe me do i vendose të përshkrimi dhe i videos edhe i audios, gjithsesi kudo që të jenë. Të falenderoj shumë. Ishte një faleminderit Egla. Më bë jashtëzakonisht shumë qefi që atë dolëm dhe u kënaqë shumë, ishte madje më mirë se sa nga çeprisja. Faleminderit gjithashtu. Dëgjojmë një herën tjetër. Deri herën tjetër, kalofsh mirë. Gjithë mirat. Pafshim gjithë.